Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lajni flokët 2 herë në javë me uthull dhe të befasoni çfarë ndodh me flokët tuaj. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë më e thjeshtë se sa më parë, por kjo falë shumëllshmërisë së produkteve të cilat gjenden në treg. Por, pavarësisht kësaj, duket sikur femrat nuk gjejnë asnjëherë qetësi për sa i përket flokëve. Do të ketë gjithmonë diçka e cila shkon keq. Flok të djegur, maja dyshe që këputen, flok të thatë të cilët elektrizohen sa hapen mbyll syt. Në qoftë se jeni të lodhur nga produkte agresive, ne ju sugjerojmë një trajtim shumë interesant i cili do të ndryshojë një herë për gjithmonë gjendjen tuaj të flokëve. Duhet thjesht i lani 2 herë në javë me uthull molle. Ky produkt është aleati më i rëndësishëm i cili kujdeset për flokët tuaj. Këtu ju do të njiheni me disa nga përfitimet e saj. Balancon nivelin e pH-it të flokëve dhe njëkohësisht të skalpit të kokës. Niveli ideal i pH-it të flokëve duhet të jetë në nivelet 4 dhe 5, por shumë produkte si shampoja apo balsami i çrregullojnë këtë norma dhe përpasoj ju keni flok të thatë dhe njëkohësisht të djegur. Aciditeti natyral i uthullës rregullon nivelin e pH-it të flokëve pa e dëmtuar yndyrën e tyre natyrale. Për shembull sebumin, lufton në zbokthin. Uthulla e mollës ka veti të forta antibakteriale dhe antimykotike. Lufton bakteret të cilat njëkohësisht shkaktojnë zbokth, kruarje dhe thatësi të skalpit të kokës. Hidraton flokët. Uthulla e mollës gjithashtu është hidratuesi më i mirë natyral që ju mund të përdorni për flokët tuaj. Mjafton një aplikim i thjeshtë dhe flokët tuaj do të jenë shumë të butë dhe njëkohësisht ata do të krihen edhe më lehtë. Prandaj, ne këtu do t'ju tregojmë se si ju të përdorni uthullën e mollës në flokët tuaj. Së pari, është e rëndësishme që ju të zgjidhni një uthull molle organike, pasi vetëm kështu ju mund të përfitoni nga vetitë e saj të mrekullueshme. Lajni flokët si zakonisht, përdorni ujë të vakët dhe një shampo organike. Në larjen e fundit, merrni një gotë ujë me uthull molle 150 deri në 200 ml dhe më pas lagni flokët. Mund të përdorni një shishe sprutësuese për më shumë lehtësi. Masazhojeni rrënjët e flokëve me delikatesë dhe më pas majat e tyre. Pas 5 minutash, ju do të shpëlani kokën pa përdorur balsam. Uthulla e mollës do të lëshojë fillimisht një erë tepër të fortë, por kur flokët tuaj të jenë tharë, do të jetë zhdukur tërësisht. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 2 herë në javë. Gjithashtu, asnjë nuk do që të ketë flokë të yndyrshëm të cilët duken të pistë, por gjithsesi nuk është problem si i moslarjes. Flokët e yndyrshëm zakonisht vinë si pasojë e prodhimit të tepërt të sebumit nga gjëndra djamore e kokës. Miprodhimi i sebumit jep gjithashtu një pamje të vajosur të flokëve, zbokth dhe dhimbje koke. Flokët e yndyrshëm gjithashtu mund të heqin skalpin natyral të flokëve dhe hollimin e tyre. Prandaj ne këtu do t'ju sugjerojmë një mënyrë shumë të thjeshtë trajtimi natyrale për to. Uthulla e mollës. Skalpi i kokës përmban një kërputh të njohur si malasezia, por kur ajo rritet në një mënyrë të pakontrolluar, kjo kërputh mund të shkaktojë irritim, zbokth dhe njëkohësisht flokë të yndyrshëm. Uthulla e mollës është një ndër përbërësit natyral më të fuqishëm për të trajtuar njëkohësisht bakteret dhe kërputhat, dhe për më tepër që nuk i nevojitet një sasi e madhe pasi trajtimi përqendrohet pikërisht tek skalpi.
thjesht ju duhet të përzieni disa lugë gjelle uthullmolle në një gotë me ujë dhe aplikojeni solucionin e përgatitur në shtëpi. Përzierja gjithashtu duhet të jetë në kontakt me skalpin dhe rrënjët e flokëve. Ju mund të përdorni një kuti sprajti për një aplikim sa më të mirë. Lëreni uthullën për 20 minuta dhe më pas lajni flokët. Përsëriteni këtë trajtim 2 apo 3 herë në javë. Mos harroni që t'i lani flokët tuaj më shpesh. Në rastin e flokëve të yndyrshëm, ju duhet t'i lani flokët më shpesh në mënyrë që shampoja të heqë pa pas tërtit nga vaj edhe skalpi. Ndërkohë duhet të dini se ndoshta edhe ju vajosen flokët kur i lani çdo ditë, por kjo nuk vjen nga larja e flokëve, por nga zgjedhja e shampos. Duhet gjithmonë që të zgjidhni shampon e duhur për ju. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare, po flasim pikërisht për bimën e shenjtë rozmarinën. Rozmarina përdoret për të patur shumë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, por në fakt ju mund ta përdorni atë edhe për përmirësimin e shëndetit të flokut. Prandaj në këtë video ne kemi vendosur t'ju tregojmë një kombinim midis rozmarinës dhe uthullës së mollës për t'i dhënë flokëve tuaj shëndet, dendësi dhe shkëlqim. Rozmarina përmban shumë vajra esencial të cilët e ushqejnë flokun që nga rrënjat tek majat. Këto vajra esencial nga ana tjetër ndihmojnë në rritjen e flokut, rrisin qarkullimin e gjakut në rrënjë dhe njëkohësisht eliminojnë zbokthin. Uthulla e mollës nga ana tjetër është një produkt natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokut. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe u jep flokëve tuaj një paraqitje tepër të shëndetshme, sepse ka efekt pastrues nga mbetjet e ndryshme të cilat akumulohen në rrënjë. Receta në fjalë është shumë e thjeshtë. Mjafton të vendosni disa degë rozmarine në një kavanoz qelçi dhe ta mbushni atë me uthull molle. Lëreni të qëndrojnë së bashku për rreth 2 javë dhe më pas kullojeni lëngun. Uthullën aromatizuar përdoreni për shpërlarjen e flokut. Për shpërlarjen e flokut, uthulla me rozmarin duhet tretur në ujë. Në një gotë ujë ju duhet që të hidhni 4 lugë gjelle nga uthulla e mollës me rozmarin dhe pjesën tjetër të gotës mbusheni me ujë. Këtë sasi ju mund ta hidhni edhe në një shishe spërkatëse ose ta hidhni direkt në flok pasi i keni larë ato. Nëse ju keni flok të yndyrshëm, duhet të përdorni më shumë uthull, edhe nëse keni flok të thatë më pak. Pasi ta keni hedhur mbi flok, masazhojeni skalpin dhe mbajini tretësirën për disa minuta. Ekspertët thonë që ju nuk duhet të shqetësoheni për aromën e saj, sepse ajo do të largohet sapo flokët të thahen. Këtë trajtim mund ta përdorni një herë në javë. Gjithashtu, uthulla e mollës mund të përdoret në floka çurrel të trash apo flok të gjatë, duke përzier gjysmën e gotës me uthull molle me 1 litër ujë të ngrohtë. Në flok të drejtë, të hollë apo flok të shkurtër, përzieni 1 lugë gjelle uthull molle me 1 gotë ujë të ngrohtë. Në flokët të drejtuar artificialisht apo flokët e trajtuar, përzieni gjysmën e gotës me uthull molle me 2 gota ujë të ngrohtë. Flok natyral, kaçurrel apo të trash, përzieni 1 gotë uthull molle me 3 gota ujë të ngrohtë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.